Aeroporti ndërkombëtar i Rinasit përballet me fluksin më të lartë të lëvizjeve të sezonit turistik, deri në 56.000 pasagjerë që lëvizin çdo ditë. Për të parë nga afër masat e marra për menaxhimin e këtij fluksi, drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Skënder Hita, e drejtori i përgjithshëm i doganave, Besmir Beja, zhvilluan një inspektim në pikën e kalimit kufitar të Rinasit. Sipas Policisë së Shtetit, gjatë sezonit veror është rritur me 20% numri i punonjësve të policisë kufitare në aeroport, ndërsa shërbimet funksionojnë me regjim 12 orësh. Për sa i përket fluksit të shtuar që kemi, i gejtet që kemi mbrapa ose kontrolli që bëhet automatik, ka dhënë një rezultat shumë të mirë, ku kemi ullur moshën nga 16 në 12 vjeç për fëmijët, edhe kjo ka bërë të mundur që ne të ullim kohën e shërbimit, por njëkohësisht të rritet edhe numri personave që kalojnë nëpërmjet i gejteve. Kjo është vërtet një akses shumë i mirë për të gjithë qytetarët, për të gjithë personat që shfrytëzojnë këtë kontroll kalimi. Është një fluks vërtet shumë i shtuar dhe ne duhet i përgjigjemi këtij fluksi të shtuar me siguri, me përkushtim dhe me sjellje cilësore të punonjësve të policisë dhe me performancë të lartë të shërbimeve. Garantojmë çdo qytetar, çdo turist që viziton vendin tonë, jemi të përkushtuar për të ofruar siguri dhe ndihmë për të gjithë ata që vizitojnë Shqipërinë. Krahas përballimit të fluksit të lartë të udhëtarëve, autoritetet thonë se vijojnë kontrollet e bazuara në analizën e rrezikut për parandalimit të trafikut të lëndëve narkotike, kontrabandës e migracionit të paligjshëm.